Prokuroria e posaçme ka hedhur një hap vendimtar në zbardhjen e hijeve të dyshimit që rrethojnë koncesionet dhe tenderat e majm në shëndetësinë shqiptare. Në kuadër të një hetimi të thelluar për aferat që kanë ngërryer buxhetin e shtetit, agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit kanë ushtruar kontrolle të befasishme në zyrat e Spitalit Amerikan dhe në kompaninë farmaceutike Evita ShPK. Gjatë këtij aksioni, hetuesit kanë vënë nën sekuestro pajisje të shumta elektronike, por goditja më e fortë ka qenë marrja e telefonit personal të drejtuesit të Spitalit Amerikan, Klodian Allajbeut. Ky fakt është konfirmuar tashmë edhe nga gjykata e posaçme, pasi vetë Allajbeu ka depozituar një padi ku kërkon me ngulm kthimin e celularit me pretendimin se sekuestrimi është i pabazuar në ligj. Bashkë me të, edhe 8 persona të tjerë të rrethit të tij kanë nisur një betejë ligjore për të rikuperuar sendet e sekuestruara gjatë kontrolleve. Vëmendja e Spakut është përqendruar veçanërisht tek kompania Evita ShPK, e cila dyshohet se ka përfituar favore të pamerituara në procedura prokurimi me vlera marramendëse. Një nga rastet më flagrante që po hetohet lidhet me tenderin 750 milion lekësh për pajisjet e kardioqirurgjisë. Edhe pse në garë kishte një ofertë rreth 120 milion lekë më të ulët, operatori i blerjeve të përqendruara ka skualifikuar konkurrentin tjetër për t'ia dhënë fitoren kompanisë së lidhur me Allajbeun. Kjo skem, ku parat publike shpenzohen për oferta shumë më të shtrenjta se ato të tregut, është vetëm një pjesë e mozaikut të dyshimeve që përfshin edhe koncesionin e famshëm të dializës me vlerë 120 milion euro. Prapaskenët e këtyre përfitimeve bëhen edhe më të rënda kur shohim lidhjet mes biznesit dhe drejtuesve të lartë të institucioneve. Ministrja Evi Sala ndodhet në qendër të një konflikti të hapur interesi, pasi ndërkohë që firmos zgjatjen e koncesioneve apo rritjen e vlerave të pagesave për kompaninë Evita, ajo figuron si rektore në Western Balkans University, një institucion privat nën pronësinë e Allajbeut. Raportohet se ministrja paguhet me një shifër prej 15.000 eurosh në muaj nga biznesmeni që përfiton miliona nga dikasteri që ajo drejton. Favorizimet nuk ndalen këtu, pasi përveç zgjatjes së kontratës së dializës me 5 vite të tjera, Spitalit Amerikani është garantuar edhe monopoli i operacioneve të trombozës për vitin 2026, duke i siguruar një fitim të pastër prej 10 milion eurosh në vit. Tani më, SPAK ka në duar dokumente dhe komunikime elektronike që pritet të zbardhin nëse ky bashkëpunim mes shtetit dhe privatit ka qenë një skemë mirëfillt korruptive në dëm të qytetarëve.